këtë konflikt lindjen e mesme, çfarë mund të ndodhi prej andej, përveç konfliktit mes dy shteteve aktuale? Ky është një konflikt aq i fuqishëm sa edhe vëmendja ndaj Ukrainës u zhvendos ndaj luftës në Ukrainë. Pra, domethënë kemi të bëjmë me një konflikt shumë të fuqishëm që mund të sjellë një rishtim, një prap konfliktin në gjithë botën, të tërheqë vëmendjen e gjithë fuqive të mëdha, dhe jo vetëm Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit, dhe ku është dhe problemi kryesor, por të lërë edhe Ukrainën dhe konflikte të tjera, jo në shkallë kaq të madhe, të lërë në hije, të shndrohen në konfliktin prioritar. Çfarë do të cilëte kjo, përveç asaj që çmimi i naftës mund të rritet që të gjithë po druhen tani, për shkak se Irani është nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë, por është sidomos është kjo vëmendja ndaj një konflikti që mund të sumojë vëmendjen ndaj konflikteve të tjera, një nga të cilët ne kemi në vetë këtu dhe janë mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo është një nga shqetësimet kryesore, sepse ne jemi në fazën kur po rikthehen bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Trumpi për fat të mirë në deklaratën që bëri të fundit të djeshme nuk e la Kosovën pa e përmendur dhe Serbinë, premtoi një rikthim tek Kosova dhe Serbia, sa tha që Bideni bëri gabime që do i korrigjoj unë. E përmendi se një merit të vetëm marrëveshjen e 2020-s në shtator 2020-s në Washington, mes Vučićit dhe Abdullahotit, por që nuk ishte një marrëveshje treshe, jo një marrëveshje dypalshe. Kështu që ajo që na rrezikon është kjo, lënia në hije e vëmendjes së perëndimit ndaj asaj që duhet të ndodhë. Nuk po ndodh asgjë në fakt praktikisht në Kosovë. Po në fakt paktën Trump e përmendi Kosovën për herë të parë pas kaq kohe. Ishte herë e parë që e përmendi ky konflikt për të kujtuar që ishte edhe Kosovë-Serbi. Pastaj se çfarë zgjidhje jepet apo jo, kjo është tjetër punë, po. Ai përmendi gjithë konfliktet në fakt, po